Në sheshin Parabashkisë Shkodër u zhvillua sot ekspozita dhe stendat e gjithëpërfshirjes, një aktivitet i organizuar nga Bashkia Shkodër me synimin për të promovuar barazinë, diversitetin dhe përfshirjen sociale. Në këtë ekspozitë u prezantuan punime të ndryshme, të cilat janë realizuar nga personat me aftësi ndryshe, duke vënë në qendër talentin, kreativitetin dhe potencialin e tyre. Ndërkohë edhe shoqata The Door ka kontribuar në zhvillimin e kësaj dite për të rinjt. Sot është një festë, është një ditë e veçantë, 30-ori, dita e personave me aftësi të kufizuar. Jam shumë i gëzuar që sot festa ka marrë për masa shumë dimensionale, kur shoh gjithë aktorët që janë bashku kësaj feste të bukur që organizohet nga Bashkia e Shkodrës, me të vërtetë ndihem krenar për hapat e mëdhenj që ne kena bë në lidhje me përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në jetën sociale ekonomike. Organizata jonë ka dhënë një kontribut, sot na marrim pjesë me bandën muzikore, por edhe me një pjesë shumë bukur që ja përgatit nga zonja Merita Smaja, teatri social. Përmes stendave dhe prezantimeve, qytetarët u njohen me projekte që synojnë mbështetjen dhe fuqizimin e individëve me sfida të ndryshme, ndërsa aktiviteti u konsiderua një hap i rëndësishëm deri te krijimi të një komuniteti më të hapur dhe gjithëpërfshirës.